fshehjen e mëkateve ka urtësi fetare ato. Po, domethënë njëri i cili e bën një mëkat fshehur azi. Edhe ka keqare, thot Allahu më fal, Allahu më pranon pendimin, o Zot në imam. Po kur del te njerëzit, nuk e kallzon që puna gjinona. E mshif gjinojnë, kë nuk ka të bëjë me sifatësi atë. Apo, se para njerëzve po shtirësh kështu, se nuk po shtirët ato. Realisht, ai veç po e mshif një anë të errët që realisht mos me i dëmtu të tjerët me anën e tij të errët. Kjo s'prish punën. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë mëkatarët të ummetit tim Allah ka me u fal. Përveç atyre që i publikojnë mëkatet e tyre naptën. Publikisht e bën gjunojnë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të këtillit Allah ja ka mbulu natën gjunohin, ai del sabah i thot shokëve, pram që akum bo. E ju kallzon, me kallzu guximin e tij, trimin e tij, shkallësinë e tij, aftësinë e tij, me inkuraju tjerë me bëj gjuna, me e normalizu mëkatin, me e thjeshtësu mëkatin, që unë e bona kur jo s'ka. Bona se ja mos kesh kurrë këto, veç me pak të kishim bot madhe. Apo, për shembull, e çkyz bol, kjo problem është me kjo është obligim me mshef gjunojna. Obligim me mshef gjunojna. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që është interesant, por transmeton Imam Ahmed në musnedin e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turproni nga Allahu sikur se turproheni nga një i respektuar i devotshëm i juve atë. Kjo që është sikur pa ke kur njëri i devotshëm është njëri për midishëm. S'mundesh para ti me bo, ka do një për shembull çat gjuna që e bën para shokëve, e bën para babës, e bën para hoxhës apo. Asi për dinë e bëj para ti. Ja s'është kështu kjo apo. Nëse kjo pjesë është pa edukatës pastaj apo. Apo. Nëse kush edukata për bën, nuk ka njerëz sigurisht me bë para njerëzve edhe para dikujt që realisht e çet në pozitë keq apo. Ana zakonisht njerëz nga natyrshmëria aty në është që para njërit pak më të vjetër, i devotshëm, i dijshëm, ruajnë pak më shumë. Kjo nuk është sifatësi apo. Është pjesë e edukatës kjo, normale kjo punë kështu apo. Ne mos themi se ky sigurisht disa për shembull nga përvoja po i them kanë të punë fjalë të këqija për shembull. Ose për shembull fjalë të ndyta ose fjalë vepra të këqija bën para njëri për shembull që është zbardh në devotshmëria apo nëse është njëri i vjetër ose njëri i dijshëm ose është ato fjalë mingu para. Unë çu gjithë bëjam. Ja, sa është kjo? Nuk është kjo gjithë bëjnë kështu. Ja, nuk thuhet se gjithë bëjam. Edhe fushat ku e bën mëkatin, deri me dallu apo. Apo. A komo zini me thonë për shembull çera. Që duhani është mëkat. Me pi duhani është mëkat apo. A një sikur se me pi mitrovisin qabe? Në haram ato. Tu e kjo qabën, tu e dhezat. O tu në edhe mitrovise pi o Allah. Apo. Sahija ma mitrovis. Ose në Prishtinës, në Ferizaj, ose ku do koftë. Ati ka një është ato. Apo? E atje nuk është ka një ato. Andaj, dalan. Ose për shumë njëri cili nuk ka gjënë Ramazan ato. E del publikisht hana për. Ose e din zë që s'pën gjinel, e din, ja, zban kështë. Kjo në nënqmim, ofendim për tjertë. Pastaj është inkurajim, pastaj është përbuzi obligimit e Allahut. Që ka shpalosja mëkatit, ka pasoja, nuk ka pa pasoja ato. Kështu që fshehja mëkatin në këtë rast nuk duhet me leju me në ngacmu shejtani nga dera e syfatësisë e me publiku. Ja, ato. Nuk bën kështu ato. Edhe këtu një çështje të në fund, po do të thonë, të çështja e publikimit të mëkateve ato. Pejgamberi ka thënë kullu bani Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit ka mundësi me bëj mëkat ato. Bën mëkat. Mëkatorët më të mirë te Allahu ata që pendohen, që të jenë më të mirë ato. Andaj njëri bën mëkat në formë ndryshme ato. Por le të bëjmë mëkatin mes te mes Allahut ato. Qoftë pas pendimit apo. Që ka, aty thash lejohet me shpalos mëkatin kur duhet me mësu dikon, që si i vetmi, edhe unë ku mbojën pendu, për inkurim. Ama dëllon ku një u pendu, e u konë bëkja sahër në qabë, e tani
nostalgjia për të kaluar në dhezë dikon, e tani ju ka zënë kur më konë si jone që ku më bëha. Në kuptim të lavdate për të kaluar. Kjo shpalur se gjunojt e rrezikon pendimin që ka bëha. Gjithashtu të nëzër, atë më ka që ka po njëri në veti, ose një grup i njerëzve ka po, nuk do mos duhet këtë bota me po las njërën. Nuk do me këtë bota me po. Për është një vend ku nuk duhet me konë, edhe del fotografi e qëtë në Facebook, badër gjunoj që që aty, pse për e qëtë këtë bota me të po ku jo, mas e di njerëzit, ja, së është të, nga bim është, nga bim është. Gjitho pomje që realisht nuk është mirë me të po kur që ashtu, sa ma pak e shojnë është ma mirë, sa ma shumë e shojnë shto gjunaho të, Ande po them edhe një, në gjitha aspekt, shumë shemë muna mi për këtë, disa i pruna, edhe një po du me pru për kujdes atë. Një adim që gjdo motër muslimane, feja muslimane ka obligim mbulesën, nuk mbulohet me saj me sallat është atë. Me rëndësi është po këtë e farë namazin, të ringatin derit atë. Po me gjithat, mos mbulesa është më katë atë. Nuk mundu këtë me muhuna atë. Kjo është feja Allah gjellë gjellë honë. Gjdo shkeli e urnit është më katë. Kjo është të regullë. Mirë, ke arsye për mos mbulesë, s'prish punë, kuptoj. Mush me pas arsye, mush me pas... Këtë ato e tjera mes te, mes Allahut, nuk kemi nevojna për më rrufi kur kushte na, se as nuk shkepin falje na e as arsyetime. Na s'kem kur gjabë. Këtë të ka Allah gjellera. Allah e din halin tënë, Allah e din gjendin tonë, Allah të falë ty dhe mu. Na, s'kena këto më përzi. Mirë po. Minimizoje rrethin aty që të shojnë që ashtu sa të ki mundësi jepë. A kuptut? Sa ma pak, ma mirë atë. Ma mirë me të pa veç me halla jote se me të pa qyteti jepë. Ma mirë qyteti se me të pa këtë shteti. E ma mirë që ata që aty që ti ki mundësi se me të pa këtë dunja jepë. A ma mirë. Andaj sa të ki mundësi minimizoje atë. Pa pas eksplozime, reklamime, qëfar do koftë atë. Nga sa ty në vene ku këtë bota ka qasë jepë. Nëse njëri nuk duhet, edhe nuk bën, edhe rrezikon me prish namazin me qitë në Facebook, e për gjuna atërë që mi thonë atërë. E tu falë me qitë aty. Si aji, ndonë, tavaf, që e jenë atash rretën e parë. Që e për ty përbëjmë doa. Të vëllam bëvsh doa për Hysenin, pëse të këtë dynat me kazu që për të kazojsh Hysenit për ati, Hysen me mesaj, për ty kështë të bu doa. Ama pëse në Facebook krejt Hysenet e dynjas me një për kanë ki bu doa lapë. Që kjo është shejtani gjenët me kalzu. E që kjo problem me kalzu, që në tavë. Ta është ka dyre që për falë të me kam Ibrahima për. Kjo është smuje, kjo probleme o lapë. Kjo të lash atë. Qëfar do në forma është? Publikimi i tyne është problema për. Edhe pëse në ibadet në Allah Gjallahu Ala për. Jo një ibadet o problem. E që ka të mërë me konë gjuna me publikua për. E kjo që kam i vokti. Në kujdesë për. Nësë në bësh shetani me në martua për, kur e din Allahu e din këtë bota. Jo, vëllah që ashtu nuk është për. Se Allahu e din krejt. Malë që Allah këtë din. Ama që ata edhe Allahu Gjallahu Ala nesër të falë, e ta mbulon, ama njerëz nuk janë kështu apëtën. Pastaj gjinohet, a i bëndëm Allahut? Jo, Allah, si bëndëm atina, absolutisht. Ama i bëndëm dikujt? Po i bëndëm. Ka mund që i bëndëm dikujt? A ka mund që i ndë një të hamendur, a me bo, a mos me bo? I mjaftan veç një shkrepje piteje dhe në gjuna me shku. Kush e mërët përgjësia? Qaq, dikush është tu hulat. S'pa dhja me bo, mos me bo. Tu hulat është. I mjafton një fata i dikujt, i një fjale vogël, edhe me e bo atë. Përndaj të nëzër, në kohën Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, të në punë me seriositet, i kanë ma përshmëri, po vallaj të kushtojnë shumë të ka Allah gjellë lumë. Në kohën Omerit e kanë vrani njeri atë. Po ju kanë bodhë 10 vetë, dëmonë kanë marrë pjesë në vrasje. Disa me fjallë, e disa me përkrahje, e njoni e ka bo aktin e vrasë të. Krejt i ka dënua Omeri atë. Krejt i ka dënua për. Radiallahu anhu. I ka thonë, o prishti besimtarve, njoni e ka vrapë.
qështë 10, ka një 10, kretë Jemeni, se një menë ka këtë San'a, këtë Jemeni, so janë, me pa marë pjesë, me ka gjithë fjale, këtë që shtja u kësha voptë. Pjesë marë në gjuna është kja, inkurajim, qoftë të tërthora zi, kujdesu. Andaj, jemi të kujdesu, dikush ka mundësi për në një publikim tonin, për fjallë tonin, për diqka i pa kujdesshëm ti që je, e une, e ti tërkush, mune dikush për shambull, me bo gjuna Allah Gjellera, me bo një punë të keqa, e tani, na nuk e dim sa njerëz bojnë gjuna që ashtu, apo, veç ki me marrë është jemul qiyame kur del do gjuna e këtu si ku mbo, i kam bo do për ty e ti kam për ty, apo. Këtu në hisja jote të gjunahet e tjerëve, Allah në rujtë, apo. Në të neve zi qka i bojmë Allah, vëllaj zi qka i bojmë gjunahve tona, Allah në i falë. E ne mja bojë gjunahet të halë këtë të kujla, s'na vyjnë vëllaj s'na duhen, me ti bojnë gjithë kush për veti. Jo falë të Allah tonëve gjunahet, apo. A i kujdes, apo. Mësuj e din Allahu le din këtë, jo, veç Allahu le të din, mas mirë është. Sa ma pak, më shefi gjunahet e tua, po jo fshehjet mashtrimit e tradhtis, jo. Po fshehjet keqardhjes edhe të përpjekjes për ndryshim, që si fshehje, po. A me jo fshehjet kamuflimit, s'ka gole që Allah po më shenë më rënsi këta mas po jo kësi napë. Por fshehjet keqardhjes, dhe kjo nuk është nga syfasia.